të kemi thirrje për vllavrasje. Kjo është shumë e tmerrshme, mirë po unë mendoj që ndoshta mentaliteti, ndoshta niveli i edukimit, ndoshta niveli vetdijes të personave të caktuar e ka bërë këtë, sepse ne si shoqëri nuk mendoj që jemi të tillë, mendoj që jemi më të butë, më të mirë dhe besoj shumë që në të ardhmen këto skena nuk përsëriten. Normal, në krejt këtë, unë nuk isha thonë që është sigur zotëri Demhasaj vetëm një fajtor. Unë mendoj që këtu ka shumë rrethana të cilat e kanë pru këtë situatë në të cilën jemi. Prandaj, për mendimin tim, partitë politike, duke fillu prej vetëvendosjes e cila ka fitu më së shumti vota në parlament, gjithashtu Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Aleanca duhet që të bashkohen, të thrasin mendjes dhe të kthehen në kuvend, të konstituojnë. Po në fakt partitë opozitare atë kërkesë patën që të konstituohet kuvendi. Është e vërtet mirë, po partitë opozitare duhet që t'jenë më bashkëpunuese për shkak se ftesës së kryeministrit në detyrë ose liderit të vetëvendosjes nuk janë përgjigjur as PDK-ja as vetëvendosja sa i përket bisedave për krijimin e institucioneve, që për mendimin tim janë përgjigjur negativisht. Jo, s'kan përgjigjur negativisht, kanë thonë hajde ulemi e kryena kuvendin. Elementi i parë mas zgjedhjeve është kuvendi. Kuvendin s'po do me kriju. I ka votat, madje i kanë thonë, LDK-ja i ka thonë dje, nëse si ki votat, që votat tona t'i japim, ta konsiderojmë kuvendin. Nuk është që s'po do me kriju. Unë po të tregoj që shune i shof gjanat të ki, domethënë. Është realiteti është ky, domethënë kur të bëhet thirrje, hajde të japim votat ti zvjet.